Rritja e çmimeve në Shqipëri nuk po ndalet, por po përshpejtohet. Qytetarët po varfërohen çdo ditë, ndërsa qeveria jo vetëm që nuk ndërhyn, por përfiton nga kjo situatë. Mjafton të shohim realitetin. Domatet sot shiten deri në 500 lekë të reja. Një çmim absurd për një vend që ka mundësinë të prodhojë vetë. Produktet bazë janë shtrenjtuar ndjeshëm deri në 50%, duke bërë që shporta e përditshme e ushqimeve të kthehet në luks dhe çdo familje shqiptare sot detyrohet të heqë diçka nga tavolina. Kjo nuk është krizë, por dështimi drejt për drejt i politikave qeverisëse. Ndërkohë nafta shitet me rreth 224 lekë për litër dhe mbi 60% e këtij çmimi janë taksa. Pra qytetarët nuk po paguajnë vetëm çmimin e tregut, por paguajnë një barrë të rënd fiskale të vendosur nga vetë qeveria. Dhe pastaj qeveria del e flet për lehtësime. Një ulje që prodhon vetëm 8 lekë diferencë është thyerje për çdo qytetar që paguan çdo ditë çmime të papërballueshme. Nafta e shtrenjtë rrit çdo çmim tjetër, rrit transportin, rrit prodhimin, rrit çdo produkt që shkon në treg dhe në fund godet drejt për drejt ushqimet. Pra, çdo rritje e naftës është një goditje zinxhir mbi jetesën e përditshme. Kjo situatë nuk ka ardhur rastësisht. Është rezultati drejt për drejt i një ekonomie të varur nga importet, i një tregu të lënë pa kontroll, i mungesës totale të politikave mbrojtëse për qytetarët dhe mbi të gjitha, një qeverie që ka zgjedhur të mos veprojë. Sepse është më lehtë të bësh propagandë sesa të marrësh përgjegjësi. Çdo ditë dëgjojmë shifra, përqindje, analiza, por këto nuk kanë asnjë vlerë kur qytetarët ndihen më të varfër se dje. Shifrat nuk blejnë ushqime, statistikat nuk paguajnë qera dhe propaganda nuk mbush tryezat e familjeve shqiptare. Në vend që të ndërhyj, qeveria justifikohet. Në vend që të mbrojë qytetarët, ajo fshihet mbas krizave globale. Në vend që të marrë masa konkrete, ajo prodhon vetëm deklarata boshe. Partia e Lirisë ka propozuar masa konkrete, projekt ligjin për uljen e çmimit të naftës, ku kërkohet pezullimi i taksave të qarkullimit dhe karbonit mbi naftën, si dhe uljen e TVSH-s për ushqimet nga 20% në 5%. Masa që do të ulnin menjëherë çmimet dhe do të lehtësonin drejt për drejt qytetarët. Por këto propozime janë refuzuar, jo sepse nuk funksionojnë, por sepse nuk i shërbejnë interesave të kësaj qeverie. Kjo mazhorancë nuk qeveris për qytetarët, qeveris për një pakicë që përfiton nga çdo krizë. Dhe sot kjo është e dukshme. Sa më shumë rriten çmimet, aq më shumë rëndohet jeta e njerëzve dhe aq më shumë mbushen arkat e shtetit. Prandaj Partia e Lirisë edhe njëherë bën thirrje qeverisë të ndalojë këtë politikë grabitëse, të reflektojë dhe miratojë menjëherë projekt ligjin për uljen e çmimit të naftës, sepse çdo ditë vonesë është një faturë më shumë për qytetarët. Dhe kjo faturë po bëhet gjithnjë dhe më e papërballueshme. Faleminderit.